qohen me nxez, e lypin Gjulietën. Kur vjen puna drekës, për shembull, e mbarojnë me hongër diçka, thotë çështu më ka mbaru nana. Kur flan e lyp fotografinë e nanës. Për me na mundohem shumë, asnjëherë mos më mungu kur zho, se as Gjulieta nuk kalon kur zho më mungu, as nona në shkollës, as me hongër, me pi, me pas një jetë mirë, një jetë normale. Krejt familja jena bashkë me motra, me krejt jena bashkë për çata fëmijë. Edhe kena me vazhdu me konë deri sa kena me konë gjallë. Vjen shumë i shpa që për shokët forcën dhe që jeni gjithë bashkë për një ani tjetërin. Po Edia ka tentu ndonjëherë me kontaktu me fëmijët? Asnjëherë. Unë du vish me thoni sen. Sa do prind që je, edhe sa do njeri që je, në gjykim ka qenë edhe Paulina. Të me thonë aty u zgjat pak gjykimi se ndodhi një prishje e kompjuterit, dhe për që së të në tanë njeriu 2 orë mës me shqyqu qiken e vetë, asë një moment mu nuk ka ndodhë. Tash vjen një letër për një avokatit që e ka marë edhe lyp për me ja falë dënimin. Qysh me ja falë një njerit kur nuk e këshyrë qiken e vetë? Qysh me ja falë apelin një njerit që nuk e këshyrë qiken e vetë? Po Paulina? Edhe Paulina nuk është që kërkan. Me kontaktu me... Kanë lyp arsye prej babaj tyre? Asnjëherë. Unë të thashë më herët. Një vjetë u bo, hala një herë nuk e kanë lyp babën e vetë. Gerdi i ka 6 vjetë e gjysë. Tara i ka 9 vjetë. Asa ta dytë nuk e kanë lyp asnjëherë. Nonën e vetë qohen me nxez, e lypin Gjulietën. Kur vjen puna drekës, për shembull, e mbarojnë me hongër diçka, thotë çështu më ka mbaru nana. Kur flan e lyp fotografinë e nanës. Do me thonë, na krejt për jepim, po ngrohtësinë e nanës nuk po mundem jep.